A diçka po më vjen çuditëra ato, po më vjen çuditë që erdhë puna me u realizu kjo intervistë si një ish banor i Bigut. Shë e kena u kone shkrume që shto dhe është mirë nashta kur t'janë senet pak ma jo të planifikume dhe dalim prej kornizës, po kryesorja është shumë mirë me qenë pranë teje këtu, faleminderit shumë për ftesën. Lutem, kemi shumë çka me bezdu, ne do të kishim çka me bezdu dhe po të mos hyjem Big Brother, por tash na ka shtu një viralitet shumë i madh, sepse njerëzit kena pas edhe ma herët kena pas edhe para Bigut. Po s'u tregoj pse jo, kështu që unë po mendoj që të kam shok ti pas ke pas shok, domethënë më tregu që kemi Big Brother, është konfidenciale. Është shumë konfidenciale normalisht, po. Në rregull. Unë të parë që ishe shumë i lumtur, po më jep energji shumë të mirë derisa të hynim në studio dhe biseduam pak për eksperiencën tënde dhe ishe shumë i kënaqur dhe i vetë përmbushur me çfarë kishte ndodhur në Big Brother. Jam bërë disa ditë pasi ka përfunduar, si do të ishte një rrumbullakësim i jetës tënde pas Bigut, jo në Big. Realisht është diçka shumë e papritshme, çka do të ndodhë gjatë ditës, duket që është e paimagjinueshme, kështu ti nuk pret. Edhe çdo ditë pas asaj eksperiencë po bëhet shumë më e mirë. Pritjet zakonisht janë shumë më të ulta se sa ato që i përjetojmë. Se në momentin kur je i mbyllur, thjesht harron që është të këshyrë ndoshta dikush edhe mendon të njëjtën, thu ndoshta s'është kërkush të na përcjell këto momente, po kur del jashtë e sheh që shumica, le të themi 99% të njerëzve që e kanë ndjek Big Brother kanë me unal, me fol me ty edhe qoftë me bën një fotografi ose me të pyet është bashkë që shto. Do më thonë, kurioziteti është shumë i lartë, po unë jam shumë i lumtur që po e përjetoj si diçka të bukur, edhe sepse në të vërtet e cilësoj krejt rrugtimin tim shumë të bukur. Ti realisht në jetën tënde pas Bigut, po besoj që për një bum i viralitet mediatik që ke pasur ndonjë bum emocional? A ka qenë, nuk e di, e vështirë përballë me realitetin pas Bigut të një shëndrit komplet tjetër, ha? Po, me njëherë, qysh natën e parë kur kom dalë, në momentin që u eliminova, e bona intervista në studio, ula në karike, gjithë shka në rregull, u bo publiciteti, krejt ajo tur me njerëzve që ka qenë aty, vinë të unë, edhe më thonë, Xixa, unë nuk e disha kush është Xixa, edhe lypshin normal fotografi, se ti në momentin kur hen si një person nështë jo i mësum me qatë vëmendje të madhe. Edhe që aty e përjetova një farë shoku emocional, që i bum i madh, që thash, a jam unë që ka shumë i kërkum, nuk e din kush je, për publikun jashtë se... Një përballë identiteti, sepse tani njerëzit dojnë për komplet diçka tjetër. Po, edhe thjesht, kur shkova tani në shtëpi, nuk isha dëshirë as me pa telefonin, kanë çdo ditë pak, nashta edhe që na mësu, nuk ka ajo kërkesa imediate që hajde tash ta marr telefonin të shoh se çka kam bë. Nuk e pata. E këtë feedback që e pate gjatë marketingut ishte nga ish banorët që ishte ullur me ta, apo ishte edhe nga njerëz në publik? Nga publiku që ishte në studio aty, në Prime, edhe me marrë mu sigurime, me më qitë mbrapa ledit, mu do këtë diçka jo normale. Është pak nështë edhe stres, ka shumë pikpyte se çfarë mund të ketë ndodhur jashtë, që është ka që fori e marrë. Thjesht vinë njerëz edhe ti nuk i zero informacion se sa po ketë dalë, që thojnë, se ajo buka kur del prej furrës edhe vinë shu, ose ka me eksplodu, ose ka mu shafit. Por çfarë u befasove? Në atë 24 orë që në parë, po them jo vetëm Prime, çfarë të latë në kuptosh? Komentet e njerëzve, dashuria e njerëzve, publikut, unë me njëherë të nesër më në mëngjes shkum me një restorant për me hangër darë, edhe realisht, do me thonë, ti thjesht nuk e pret që tash kanë me të këshyrë njerëz, ose kanë me të afru, ose nuk kanë me hezitu, po unë nuk mujta asushim me hangër e hatë. A e bukur si ndjesi? E bukur shumë, normalisht. U gëzova se ti thjesht e mendojnë që publiku ka me të prit ndoshta në forma të ndryshme, sepse secili banori ka simpatizante vetë aty brenda. Dhe tash momentin që unë e atakoj, në thojza, ndonjërin prej tyre, mendojnë që armata e banorëve të tjerë ka me të usul. Po, unë isha shumë i lumtur që ndodhi diçka krejt e papritshme, një dashuri shumë e jashtëzakonshme e publikut, që jam shumë falendërues, se po të mos ishin ata, as rrugtimi jam s'kishte me qenë
kaq i gjatë deri në gjysmëfinale. Je i lumtur për gjithë çfarë ka ndodhur në ato javë se ke qëndruar brenda? Shumë i lumtur. E kom përjetu, e kom jetu, edhe e kisha jetu edhe 100 herë tjera. Për mu më kalon mbresat jashtëzakonshme gjithçka që ka ndodhur aty në shtëpi. Big Brother është një shtëpi që të mëson ma shumë për veten, për rrethin tënë, për kënd bën malli ma shumë, për çka ki ti nevojë në jetë. Këta e thojnë krejt që kanë ardhur në kanapé dhe diçka më duket e pabesueshme. Se qysh mundesh me njoftë veten në një format bigu. Shumë, domethënë është ti mësohesh me jetu në mure pa informacion, thjesht një botë këtë aty, gjithçka që ndodh aty. Qohesh në mëngjes i shef fytyrat e njëjta, blen me flajt me fytyrat e njëjta, nuk të shqetëson kërkosh me tir. Hajde apo dajmë me pikaf ose diçka, aden është këtë një botë tjetër. S'ka stres në scroll, s'ka stres në aktualitet, çfarë po ndodh. Politik, shoqëri, shumë fes. Pikërisht është që kjo ndikimi më i madh që ti nuk i qasje në botë se çfarë po ndodh. A di pse po them, sepse ke zeli gazetarit tash, po besoj që ne jemi mësuar që të bëjmë një check. Jam maksimum ka qenë, por që u zbe gjatë ditëve të qëndrimit. Ndoshta më ka ndihmu shumë që në javët e para, pikërisht në 10 ditëshin e parë, hyrja jam ka qenë e vështirë mu ambientu, për shkak se u atakova me fillim. Do më thonë, pa ta sul me të një pasnjëshme çdo ditë, nga mëngjesi deri në darkë, edhe nuk është e lehtë kur ti nuk ke ku me shku, se ndoshta jashtë mundesh me zgjedh mi evitu këto gjana dhe mu tërhek, aty nuk ki mu tërhek. Aty ki mu përball, edhe me zgjedh mënyrën se çysh don me u përball. A do me u përball në forma tashpra, kulturën tënde, personalitetin tënd, në cilën anë ti don me u tregu. Tani më bëresh kurioz. Si e njofte veten më shumë ti? Çfarë njofte më shumë tek Shëndriti që mbase para këtij eksperimenti nuk është që e kishe njohur? Durimin. Unë kam mendu që jam tip i padurueshëm, kështu, nuk kam durim në vete, reagoj. Që unë pas na mendu që je shumë i qetë dhe je shumë... Po, rreth i shoqëria jam e din që unë ndoshta jam pak më impulsiv, por aty thjesht ti e një veten edhe dal në konditat tua, në kornizat që ti je rrit si person, edhe e sheh një personazh që është të bë budallakina edhe zgjedh. A do me u boj njëjtë me ta, nivelin e njëjtë, apo do me diskutu në mënyrë të kulturës. Qetë, pavarësisht se aty kërcënimet te kalojnë normën e morale dhe gjithçka, po prap jeti ai që kimu nëse do me u boj njëjtë me ta. A e vështirë ky vendim? Po, erdhë natyrshëm. Do më thonë, ka diçka që ka qenë të unë i fshet, për shumë vite që nuk e kisha ditë. Do më thonë, nuk e këm pa kur në jetën tem që unë kisha mujt me duru një person me marrë të ftyra, që të që edhe me më thonë të vrasë. Edhe mos me reagu po? Thjesht thash, wow, u që ditë qa dhe me vetën. Por, sikur mu normalizu gjëja, edhe tani veç fillova me i klasifiku debatet. E atë ka ndihmu fakti që je gazetar, Shëndrit, me ditë se si është televizioni, si bëhet show, si është dinamika, çka mund shikohet jashtë, çka mund të bëhet virale jashtë. A të ndihmoj profesioni yt, se po besoj, për shembull ka pasur profesione të ndryshme aty. Për shembull Selin ka qenë komplet tjetër kësaj tash. Ne që jemi që dim si bëhet televizioni, e dim çfarë dinamike mund të pëlqejë jashtë, çfarë karakteri mund të rrehet, ha? Sigurisht, ti kur e din çka don publiku, ndoshta e ke shumë më të lehtë me kanalizu një debat. Shumë e vërtet. Edhe me nxjerr diçka për publikun. Por aty në sensin e qenurit gazetar, më thjesht më ka ndihmu me qenë i informuar. Mungesa informacionit të disa banor për debatet të ndryshme i penalizoj ke vetë. Edhe tash, kur je informum, tash unë nuk përdu me thonë që kam qenë ma informumi aty, por kur je informun, flet me siguri. Kur nuk je informun, unë zgjedh dhe mës me fol. Kur nuk di diçka, më mirë se flas, se duhet më u bazu dikon. Nashta kjo është deformimi profesional që ne në fjalë të thëna bazohemi, kemi një farë lloj burimi të informacionit. Aty ti zgjedh me krejt atë kapitalin e informacionit që e ki, zgjedh çka me përdor edhe çka me pru në tavolinë. Tash kur vjen fjala për me shku viral diçka ose
kur e den që kjo mundet me u kliku shumë. Atë humbin Twitter? Aty të hub komplet. Do me thonë, aty, kur kom dal jashtë, kur i kom pa disa debate, disa deklarata, po. Meme, disa gjana, thjesht unë e komendu që ato thjesht kanë kalu edhe se janë pa nga publiku, nuk janë komentu, po ndërsa jashtë kanë zhitur debat publik. Po, jashtë sidomos debati me Mirin kishë ngjallë shumë debat jashtë, po aty nuk e ki iden fare. A do bëje diçka ndryshe nëse do rikthej ndonjë moment në Big Brother të eksperiencës tënde, a do e thoje një fjalë më shumë, a do e thoje një fjalë më pak? Ledioni natën kur dola, ma bani të njëjtën pyetje, edhe nuk po du tash me thonë që se unë kam kërsy personazhe brenda për arsye të interesave të mia brenda qëndrimit në shtëpi. Në qoftë se kisha hyrë më herët, po kish me pas dinamika dhe zhvillim tjetër qëndrimi im në shtëpi, por në atë moment kur unë hyra, në ditën e 53, shumica e banorëve kanë qenë më veç të konsoliduar për publikun. I kanë pas fansat e vetë secili. Tash, në qovë se unë stacionona si shëndrit me mendimet e mija qësh unë edhe jashtë e kisha komentu, ose si diçka që hi edhe e trazoj kretë komplet, bona një personazh që nuk jam. Edhe zgjedha me qenë shëndriti, aj që jam edhe jashtë, për hir të qëfar do lloj numri ditëve që do të qëndroja brenda, thash po ri, aq sa ri t'jam shëndriti. Nuk po dalë prej vetës edhe nuk e kisha menu kur që kjo shëndriti, vetvetja, shkon deri në gjysmën finale. E dita që kemi bënë një përgjigje më ndryshe në krahasim prej pyetjes Ledionit, sepse tash kanë kalu disa javë, edhe ke reflektimin më të freskët edhe më të qetë për dallim prej asaj nate që sapo kishe dalë. Po, normal se ti kur kom hy unë, nuk kom pas realisht ndonjë strategji të mendume ose me thonë këti kam i bë kështu këtu. Kush ka pëlqyer para se me hy? A ke pasur simpati për dikën? Kom pas qëndrime ndaj disa fenomeneve që ndodheshin aty në shtëpi. Nuk është që kom thonë kam u bë me këtë person ose kam e kriju aleancë me këtë. Se hyrja em në shtëpi e krijoi grupin pozitiv që u qujt jashtë. Edhe atributet që mi ka dhënë publiku, faleminderit se realisht ashtu ka qenë. Bile në një diskutim me Brikenën, kena qenë të dhoma e ngrimit, ajo ma shprejt njëtë, në thotë, shëndrit për që ke hyte, na të gjashtit jena bo bashkë, se pavarësisht që kena pas të njëtin qëndrim, kur nuk kena najtë bashkë, nuk e kena shprejt qatë zëshëm, diçka kundër një fenomeni që ndodhë ke brenda shtëpisë. Por jashtë është pasqyru si grup, edhe pse na vetën nuk e etiketojshëm kur si grup, po si njerëz që kanë qëndrim të njëjtë. Si një grup, po. Tani dua të bëj një pyetje, sa kishe nuhatje brenda se kush po pëlqejë dhe kush nuk po pëlqejë jashtë? Sa mund ta merrje me mend se Selin është mirë, që Rogerti është keq, që Mateo kështu, Brikena kështu, e dishe pak a shumë? Në bazë të dinamikave që u zhvillojshën brenda Prime-it, klipet, diskutimet, detyrimisht ti kime mendu që dikush prej këtyre personazheve është ka favorizohet nga publiku. Edhe ka interes nga publiku për me u pa që kjo zhvillimi situatës. Pavarësisht që brenda shtëpisë ka ndodhur shumë dinamika, normalisht nuk munden me u përmbledh të gjitha në një prime, se ka shumë. Po merren më kryesorët edhe diskutohen. Sens të favorizimit kush është më i lartë ose kush, realisht nuk mundesh me pas shumë. Thash në sens të dronave, në sens të duartërvitëve të publikut, në sens se kush po merr më shumë. Sa po kjo është dalë te kjo pasqyrë. Perceptimin më të mirë mundesh me marrë ndoshta prej dronave, prej mesazheve në Big Love që vishin. Që mundesh me po pastaj një matematikë se pastaj ti e sheh, edhe në momentin që i sheh ato gjana, dinamikat ndryshin 5 herë brenda ditës në shtëpi. Ti nuk mundesh mu stacionu edhe me thonë unë këtij nuk do t'i bi se kjo është i favorizuar nga publiku, e don publiku se diçka. Se ti e harron këtë gjën edhe e zhvillon komplet si një ditë të re totale. Se efekti i izolimit e baj këtë vetën. Edhe nuk mundesh tash me mbajt fokusin te personazhi i cili ky është i pëlqyer nga publiku. Ti thjesht mundesh me ditë nëse ti je i rrezikuar në këtë nominim, për shkak se ti mundesh me ditë me çfarë figura je,
edhe realisht mund është me prit që shë ndjen vetën, a ndjen më të dobët se ta, apo më të fort. Se gjatë gjithë kohës, për shembull, ka qenë ju e la që gjatë gjithë kohës të ke unë jam finale, edhe vjen momenti që del para meje. Ti nuk e pret, unë nuk e kom prit në asnjë moment, për shembull, me qenë 2 eliminime brenda natës, edhe me qenë shëndriti i shpëtuar. Se e ki atë ndjesinë e pasigurisë çdo prime. Të mungon ai sensi nëse ti je i fortë ose ti je i shpëtuar. Secili nominim ka atë frikën e vet, nëse e cilëson si frikë, por e mira është që çdo ditë tutje banorët të shohin, të formojnë si një figurë ose mbështetëse, ose dikun që mundën me pështet një krah. Edhe ajo ty t'jep një farloj pozicioni brenda shtëpisë, e krijon një farloj autoriteti, që për mu ka qenë shumë e lehtë, qysh në javët e para, me qenë se e konsideroj të tilla, se tash mendime ka të ndryshme, po e mendoj që e krijova çatë farloj autoriteti për banorët, për shoqërinë tem, edhe ashtu tani edhe shkoj krejt u. Prej 1 deri në 10, sa ishe vetvetja? 10, pa asnjë dyshim. A vështirë me qenë, po pëse që më vështirë është me qenë vetvetja, se sa me qenë në një rol tjetër, sepse qenë vetvetja para gjithë ati publiku, nuk e di. Qëre, ti duesh me bo pakt me vetën, që nuk ka me bo për shtypje çfarë do lloj komenti, ose çfarë do lloj komentimi nga ana e opinionistëve për karakterin tonë. Sepse ti nëse vendos me u shfaq si vetvetja, ti nuk mundesh me ndryshu. Ndryshon ndoshta për një javë. Atë rrugtimi është pastaj është më i lehtë, është më spontan, është më i bukur. Po, se harron. Unë kam harru që jam në Big Brother shumë momente. Pas sa ditëve? Pas sa ditësh harrove kamerat? Java parë, java dytë, ti veç e hup thelbin. Tash nëse e konceptoj që dikush luan, që ka pas personazhe që kanë luajt, unë nuk i konsideroj, pa ata e konsiderojnë qëndrimin e tyre si një lojë, sepse unë nuk besoj që njerëzit mundën me zgjedh me lujt, për shkak se normal më herët kom mendu që zgjedhim, po kur e përjetova vetë, thash këtu është e pamundur me zgjedh me lujt, sepse fokusi, ndoshta është problemi im, por edhe kom folur me banorët e tjerë, që problemi më i madh është fokusi për diçka që nuk ekziston. Pra për një personalitet, për një mendim që ti nuk e ke, për një personazh fiktiv. Fiks, ti e ki shumë të vështirë me mbajt fokusin. Kështu që nëse e vetvetja, gjanat rrjedhin aty shumë. Tani, kush ka luajtur më shumë? Ti kush ka qenë një banor në cilin ti mendon që këtë sapo e the, ka qenë më pakti real. Domethënë ka qenë një personalitet fiktiv që është thirrur për të shkuar sa më lart në një 3 mujosh, ha? Unë do doja që ta cilësoja loj për ta, sepse në qoftë se janë në jetën reale ashtu, mu më vjen shumë keq. Pra është Rogerti, është Miri, është Juela, shumë. Dhe më thonë, nëse këta e cilësojnë si të vërtet qëndrimin e tyre, mu më vjen keq. Që do ta përbëlloj më lehtë nëse do të thonin që është lojë? Është lojë. Unë mendoj që më mirë, arsyetimi i tyre duhet të ishte që ka qenë lojë, për shkak se për normat e mia, të parimeve si Shëndrit, nuk qëndrojnë si karaktere qoftë në rrethin tim, sepse ne zgjedhim jashtë me këmë qëndru, me këmë pi kafe, brenda aty nuk ikum një shmangë. Kush ka qenë 2 banorët më të mbivlerësuar? Ka pasur banor të mbivlerësuar që këtë nuk e ke ditur këtë sa ke qenë brenda, por kur këtë dalë jashtë kështu është, wow, qysh e pas ka ndasht publiku? Po ju më habit me Mirin edhe Rogertën. Për mendimin tem, ata nuk e kanë meritu finalen, kështu që le të jem falenderus atyre që i kanë votu. Për mendimin tim, ata nuk kanë pse me quajt vetëm finalist kur jashtë publiku ka dashur persona të tjerë në finale, por gjithsesi zgjedhje që pavarësisht zhurmës së madhe në rrjetet sociale janë votat ato që përcaktojnë. Beson në këtë transparencë votash? Po, besoj. Në rregull. U befasove nga dokush jashtë pasi dole? Nuk e di, doli dikush për keq, doli kush për të mirë, nuk e presin në reagim nga një banor ashtu, e presin më të ngrata? Tu preshin parashikimet? Jo. Realisht ka qenë gjithçka e prishme prej çdo banori aty. Çato që i kam jetu brenda me ta,
energjia e njëjtë ka qenë edhe jashtë. Kështu që nuk kam leju hapësira të ndryshme për me kriju situata të panevojshme edhe jashtë shtëpisë. Në rregull. Me një fjalë, si do ta rrumbullaksoje rrugëtimin tënd? Me një fjalë. Me një fjalë, hajde bëru kreativ. Jo i bukur, i paharrueshëm, një ma ndrysh, hajde. Jo. Shumë e vështira. Shumë e vështirë. Sfidova pak, nuk më marrë mendja që sfidohesh me... Kështu e lidh dhe shka jashtë toksore, jashtë zdi. Do me thënë është qaq edhe fjala, është shumë e vështirë me u gjetë, po mendoj që është një eksperiencë jashtë orbite, që mund është me përjetu brenda. Edhe për mu ka qenë ajo orbita e tjetuarit në atë shtëpi. Në çfarë pike tjetës ishe kur të bë ftesa? Çfarë ishe duke bërë? Sa ishe gati për të thënë po? Pate pikë pyetje, sa jo punove përgjigjen? Ftesa më ka bërë në tetor, me njëherë me 23 tetor për të qenë salak, se më bajmë. Në ora sa? Dikon një. Edhe, në fakt, takimi ka qenë me 23 tetor, ftesa ka qenë dikon një javë, ndoshta më herët. Edhe, konfirmimi nuk ka zgjatë shumë, dikon ndoshta një javë, për shkak se normal ti ndalesh edhe me ndonë edhe... Çfarë mendove në atë një javësh? Thjesht mendova është koha e duhur, edhe duke qenë se pata projekte aktive për disa organizata të huja, që për mua qenë shumë të rëndësishme, edhe ato. Unë nuk isha në ndonjë media të caktuar në Kosovë në atë kohë, sepse në prill u largova nga media e fundit. Ndërkohë vjen në tetor kjo edhe thamë, okej, nëse unë hy, duna më ndërprej çdo punt e mia edhe sakrifica pastaj. Thash, normali, diskutova me rrethin tim shumë të ngushtë, sepse gjëja është shumë konfidenciale. Edhe gjithë shko. Ata krejtan po, dhe familjarët, dhe shta me ditë. Po. Askush nuk dysha, jo me dyshun ty, po me dyshu në format, sepse shumica njerëz që punojnë të hyrën sepse dyshojnë format, jo që dyshojnë veten, a? Kur ishte fjala për Big Brother VIP Albania, nuk e pata asnjë. Tjetër muhabet, a? Po, tjetër muhabet. Mënyra e organizimit, mënyra e zhvillimit. Pastaj kena me fol, sepse dytë nga petku i gazetarit, që e dim edhe si është moderimi e si është gjithçka tjetër, do ta flasim vetëm pas pak. Kush ishte? Ha? Për ndryshe krejt, shko. Shko, a? Edhe shkova. Okej, askush nuk... Jo. Nuk ishte pak, a? Ka pas palë të treta, ndoshta, që kanë hedhë hije dyshimi, por që nuk kanë pas peshën e rëndësisë në jetën time. Se mu kur ma kanë bo ftesën, do më thoni kom pas 50-50, do më thoni ishin të ndamë që hynë, mos hynë, andan të jeshtë në vitë se shoqëri dhe në media ke, ata ndoshta e mendojnë ma ndryshe. Po normal, se ata të njojnë, dhe e di nështë qka mund është me bo, dhe deri ku mund është me shku, biletat saktojnë, këtë komplet, ti shkon finale, ti kështu, ti e fiton, ti do më thonë gjithë shka, po kur të në aty, është të shka tjetër, komplet. Që s'po besot që pëtham që të fjallë, se kur ma dhejshën edhe mu, jo, se s'po besaj. Po, aty energjia shpend, është për i me, do me thonë, ti me qenë në barë, edhe me një rogertin, tu përla prej tualetit, tu ju një zoni, që ti në transmitim e dëgjan veç shëndritin në barë të folë. Po, edhe mund është mi andalë zonin, nëse e dëgjan prej shpiris, ose me... Do me thonë, thjeshtë është, wow, është akumulohet presioni, e akumulohen ndjenjat. A kemi shanca me të pa për shambull shok me rogertin nëse ju elen pas 5 viteve, 6 viteve? Po. S'ka hatër mbeti, përse personale s'ke momenti që po flasim. Unë Big Brother, për mu, diskutime, debatët, që kanë ndodhë brenda shtëpis, kanë betë në shtëpi për mu. Në qoftë se jashtë dojnë me zhvillu diçka... A ke parë tendenca tila? Jo, asë nuk ju kom taku. Bile Juela më ka shkru diçka, për adin kena pas një farë komunikimi, po për do bileta diçka... Që shosel, ata përshëndetje shëndrejt, si e zemë, shpirë? Por që nuk është stilingu i njëjtë, po se... Zbojke e dzingë. As pak, edhe ti, unë jam gazetar, për mua interesi im është me pas raport mitësor me të gjithë, sepse
edhe si gazetar, edhe unë kam pas në të ardhme nevojë ndoshta për ta, po edhe ata për mu. Kjo është një gjë reciproke, por në rrethin shoqëror zgjedhjem e kam me qëndru. Kur e bora pra lajmërimin që ke marrë në studio, shumë njerëz më shkruajtën. Shkruajtën fanset Selinës, Mateos, Gimbos, për me ditë pak se mendojnë ata që je njeriu i dur me jep mu disa përgjigje, jo mu personalisht, sepse unë mujt pyes edhe para pas kamerave, po ata dojnë me ditë disa përgjigje se çfarë po ndodh me Selin, me Gimbon, sa ki kontakti me ta, jo ja ka bon follow këti, ja ka bon follow ati, ma përmbledh ma dyqysh, krejt që të presion që ma kanë bo. Me Selinën edhe Gimbon, dje kanë qenë të one, në Kosovë, do më thënë kanë ardhë, kanë ajtë të one, jo s'kam bujt, se me njëherë të shkrujnë e që në mirë që sarove. Kanë ajtë derivon, kemi qëndur, kemi pi kafe në banes, po se sot kam pas një udhtim jashtë, ata janë shumë mirë, janë tepër të lumtur, kanë projektet shumë ta që janë të i zhvillu edhe kaq. Unë follow Mateos diçka? Nuk është që unë kam dëshirë me diskutu, për derisa është mes tëre. I respektova ata që më kanë shkru. Kjo është përgjigja shëndritit, mos më kapni mu. Shëndriti nuk... Edhe brenda shtëpis, gjithmonë jo marrë si një person që i kom qetësu ndoshta gjakrat. Por në jetën reale, këta janë të gjithë të rritur edhe unë nuk është që jam bikqyrë si tëre. Kështu që se cili e din për se cilin. Jo, ata s'podojnë me imësuti, ata vish podojnë me ju të regu se s'po flasin. Inboxi jam është pajtoj. Kështu që unë nuk mëj me thonë kur gjo, ata i din hesapet e veta, punët e veta, kështu që nëse kanë në të ardhën për me thonë diçka, besoj e thonë vetë. Para se mund dalë tek magjia e këtij edicioni që munduket ka qenë edicioni më magjik teknikisht, mënyra se si është realizuar, na ka befasuar gjithve, do dalim vetëm pak më vonë. Dua di vetëm për shëndriti, po edhe nga petku i gazetarit tani që një ish banorët e gjithë shka tjetër. Presioni për të mbajtur famën pas Bigut. Si lloj teme dua ta bëj në disa pyetje të shkurta. Si po e ndjen tek ty si po vjen, po edhe si po e sheh, po shes stres te ish banorët që me qenë vazhdimisht relevant, me qenë in, Tash po i shoh në syrin pak më ndryshe banorët, e shoh tendencën për të qenë në vëmendje, i të përfolur e gjithçka tjetër. Te unë nuk e shoh, jo për çka, po thjesht mendoj që unë i përkas medjes jemi aftuar. Edhe kam e qenë në media, se s'kam ku me shku. Do më thënë kam e qenë. As kime dojnë klub, as nuk kime bo influencer me 30 milion followers. Do shta Fifi ma banë e kongë, se... Aja ke bo kërkesi se e s'ta bën Python? Po mërë ma banë. Ta banë, për ndryshe ka qenë befasit më të bukura kur Fifi është hyrë në shpedet ka e për mbështetje që realisht janë djerë dhënë mirë me befasin dhe me iniciativën e Fifit. Ka qenë mbështetje shumë e madhe. Edhe ka pësuar shumë për ty, sepse edhe gjatë kosa ke qenë brenda. Po du me thonë që unë jashtë nga gazetaris nuk dalë. Ndoshta muj me shku jashtë gazetaris me ndonjë biznes, me ndonjë nism të ndryshëm, por unë album nuk qes, unë filma nashta marrë pjesë ku e di, po mu nuk më presin klubet. Nuk e ndjen presionin e të tjerve? Jo, nuk e ndjej, edhe të vetja e me nuk e ndjej, me thonë që ta është bëj diçka ta mboj vëmendjen, se di, nëse njerëzit janë ata që më kam përkra, qëndrojnë me mu. Në rrjetet sociale, unë mendoj që jam aktiv si që kam qenë gjatë gjithë kohës, nuk është që bëj diçka ekstra, jam po e personazhi njëjtë që shkam hy, do më thënë qasje me njerëz, dal, pi kafe, nuk bëj seleksionime, me thonë tash unë po këshyri, po shkojnë që të vend. E më largu nga vetja të këtë tjeret? Po e shenë do një stres, po e shenë do një dinamik, se po besoj është shumë arsyetueshme, nëse po im plane për të qëndruar in, sepse... Qërem, se cili tash e ka marrë përgjigjen e publikut, se ku qëndrojnë. Dikush shuhet me njëherë, do me thonë, qysh në dalje, dikush jetën gjatë edhe publiku ka gjithmonë interes. Normalisht e shoh te disa banor, por thjesht mendoj që është momentale, si ndjesi, edhe dëshirojnë ndoshta ju pëlqen, nuk e kam përjetu kur televizionin, nuk e kam përjetu kur një vëmendje, edhe është shumë normale me dasht me qëndru relevant, sepse në ditët e sotme ti duhesh me ushit fundja
Pse është hyrja jote në Big Brother? A i ke arsye tu? Sepse një artist hyn për me ungjall, për me pas koncerte. Mund vjen vetëm paket që ish banorët nga Bigu në çdo edicioni, si në Kosovë, si në Shqipëri, shihen pak si produkte. Nuk e di pse, më shihen pak si apo më kupton? Këtë më varet se qysh zgjedhin edhe ata mu prezantu. Në qovë se dojnë mu paraqit si produkt, që fatkeqësisht e kam pa edhe ndër vite. Edhe abuzuar atje. Po. Kjo ndodh për shkak se nuk kanë diçka më ndryshe për të dhënë. Jo të gjithë janë moderator, jo të gjithë janë gazetar, jo të gjithë janë njohës të çështjeve të mëdha, edhe nuk besoj që është qëretash në qoftë se na dojmë me bo emision që klikohet, që është clickbait, ti merë personazhe që din të flasin budallakina. Nuk kanë qëndrime ose informacion të duhur për një çështje caktuar. Edhe në qoftë se këta personazhe zgjedhin me u prezantu të tillë me shnet të bafshëm. Tani, më fol pak për Top Channel, më fol pak për gjitha të produksion, për gjithë mënyrë se si është organizuar, që neve na ka lënë gojë hapur, sepse asnjëherë s'ka qenë më mirë teknikisht realisht ky edicion i Big Brother. Si ishte për ty si eksperiencë nga prismi i gazetarit me... Sinqerisht, kam marrë shkollë. Po e them kështu, për shkak se e kam thënë në intervistën te Ronaldo, më herët na si gazetarë gjithmonë e kena synu Deutsche Welle, se është si kapak për gazetarët, që afirmojnë një profesionalizëm, se tash ka gjithçka, por së dhe tutje, do doja shumë që qoftë studentët, qoftë gazetarët të rinj të synojnë me pa punën në Top Channel, për shkak se është shumë e strukturuar si formim i formatit, i emisionit. Në secilën hapësirë që kom shku. Nëse flasë për Big Brother, është një platformë që mendoj është televizion në vete, nuk është emision, po nuk është as format, është televizion brenda televizionit. Qindra punëtor, që ti nuk ta merr mendja, që secili prej tyre ka detyrën e caktuar. Mu më kalon shumë përshtypje që edhe veshjet tona kanë qenë të kuruara në bazë të imazhit të përgjithshëm. Domethënë ne nuk të një thimë, të një teme, po. Nuk është dasht na me dal jashta, dikush për shembull këtë zi para krem, dikush më që me vesh një kontrast, edhe domethënë kujdesi aty ke vrejë seriozitetin në çdo detaj, po. Normalisht. Kujdesi për syrin e publikut, ajo tregon shumë. Domethënë nivelin, që mos të hyj detaje të tjera që për mua kanë qenë një mësim për karierën time, sepse normalisht edhe mënyra e të punuarit është shumë konfidenciale, por prap janë disa gjëra, detaje të vogla që mu si gazetar do të më shërbejnë në të ardhmen për me pa një përfaqësim shumë më të mirë në ekran. Tani, më fol pak për oferta, fol pak për planet, si do të vazhdoj rrugtimit si gazetar, si moderator, do të kyqesh më shumë në Shqipëri, do të kthehesh në Kosovë? Për momentin jam në Shqipëri më tepër, për shkak të edhe formati ka qenë në Shqipëri, edhe normal interesat janë shumë më të larta atje. Nuk i kam shel dyrt në Kosovë në asnjë moment, por thjesht nuk kam pas diçka konkrete nga mediat në Kosovë ende. Nga mediat në Shqipëri kam pas ftesa, jo vetëm nga, për shembull, në Top Channel, se në Top Channel kemi diskutime të ndryshme, por edhe media të tjera në Shqipëri. Po mendoj që është pak shpejt me vendos, se thjesht hala jam qatë më vorbullën, edhe... Nga shtatori, po besoj këndë një plan më konkret, po. Unë nuk kam ku ikje. A do tjetë në Top Channel, a do tjetë në Shqipëri, a do tjetë në Kosovë, unë hala nuk kam mujtë me vendos diçka. Kam diskutime shumë serioze, që jemi duke i bo, në Top Channel, por që... Do ndrojë format, do riktheheshëm pak më ndryshe? Nuk e di, do të bëhesh një balancim të asaj se si të njohën publiku tashmë, përse një ndërthurje do ta bësh? Është diçka shumë e bukur. Okej. Nëse flas për projektin
që jemi duke diskutu. A kemi më thirë mu? Nuk jap shumë detaje, për shkak se... A mi jep detajet mas emisionit që t'alojnë pikë shikuzve, okej? Është një diçka shumë e bukur që shpresoj të marrë jetë shumë shpejt, por gjithsesi janë disa gjëra të cilat ti e din ç'është është me strukturu një emision, nuk është vetë për bajqë emision. Është një skem programore, është një skem kogja e ngjeshur programore, duhet të analizohen shumë gjëra, shumë faktorë, që të na këtu nuk i kemi analizu qaq thellë. Okej, po për verë, me kon kemi kalu pushimet si vjetë? Unë e dilën shkoj mi bë pushimet verore. Ku po shkon? Në Turqi. Okej, me kanë po shkon shëndrit? S'po të regoj, po normal që vetë nuk po shkoj. Po, jo, ta më puna. Po, me dikam, po. Tashure, për të gjithë ne unë shpresoj që është ko për pushim. Nështë nuk është për pushim veror, por është thjesht për një ndrim ambienti. Po besoj është të nevojshme tani edhe largimi pak prej komplet dinamikës që po të përcjellë bigut. Pak me qenë diçka jashtë strukturës përditore. Do me thonë ti çdo ditë ballanfaqohesh nështë me diçka, o hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. S'po më kallëzon me konë shumë, përsa do fotë të kemi publikuar, i njohim ata. Më bone shumë kurios shëndrit. Po i njohim. I njohim, okej, dalë o kështu. Nuk e dia kena me postu, për gjithsesi. Si kena po do pakte që kena milion telefonat prap në përdomat hotelit, edhe kena me shumë. Një me çështja me telefonat, mungoj brenda në shtëpi? Interesant, jam friksu shumë që kam me pas atë nevojën e madhe për me pas telefonin e afër. Në momentin që kum hy, se ti e dim nga gazetarët me telefonin jemi si me pas një gjymëtyrë shtesë. Thjesht nuk e kom pa kur të nevojshme me kërku në gjep, që shtojnë, e lëpshat telefon, jo. Ajo ndjesia me pas me vete e ki pas mikrofonin në gjep, edhe gjithmonë e ki pas një ndjesi që e ki telefonin këto, po të heket me njëherë. Gjatë kohës e këni qenë në Big Brother, është njësë një reality si firma VIP në Shqipëri, përse ke pasur mundësi të shikosh pak se çfarë po ndodh atje, se si është viraliteti i mozës, ke ndonjë si gazetar, ndonjë mendim për çfarë po ndodh atje? Shpend, nuk po du mu të regu shumë... Jo, nëse nuk e ke pa, të kuptoj 100% absolut. Këm pa shumë copa vogla në përjetës sociale, munal me këshyr një prime ose një diçka, hala, as video tona, nuk kom arrit me i pa, për shembull, kam interes me i pa disa gjana të prime-it ku kam qenë unë, hala si kom këshyr. Jo për diçka, po thjesht tup interesi, dhe thjesht e shijon momentin, dhe e shijon njerës, i shijon muhabetet, i shijon një dalje. Do më thonë, shkova në shpit, ashtë jo, më përdu me shku me ble buk. Se ty të merë mali, me shku, me pas pare ndorë, me shku të kaca, a kupton, është kejtë... Shumë largë rutinës që... Po, edhe nuk do me një tash me pa një prime të debatu, do më thonë, debatet e hupin kuptimin kur del jashtë. Telefonatën e parë me këndi ki pas bigut, kërë ki kap telefonin, kush të kështu kujtja këthejve mas pari? Telefonatën e parë veç e di që e kom ba me grupin familjar, se e kena me grup, edhe veç kom call që aty e kom thirë grupin komplet, kush mu kalaj grup. WhatsApp a në Viber? Në WhatsApp, në Viber, jo. Në Viber nuk e di sinqerisht, shumë pak e kam Viber, po e kam për shkak... Kështë të do diçka s'po folis. E kam Viber thjesht për... Do me thonë, në Kosovë përdorët shumë. Dhe e kam për rastet të ndryshme, kështë pa Viber, se shumë Viber se gjej fort vetën, veç në gjyrat tashin atë full për Viber. Për Viber, për s'ka dhe sepse drejt fundit të bisedës për bëjt pak më. Familja ka qenë e para, një personi parë që ka qenë me mu afer, ka qenë Fifi, më ka marrë, këna shku në bane e saj, kemi qëndru, shumë informacion rrë me njëherë, dhe normalisht t'i zdin që ka me procesu ma për para, pas ta im ka thirë Gimbo, Greta, Unë jam shumë i bindur që kjo rrugtimi i Big Brother të kryej shumë punë profesion, me zi po presë të shonë në projekte të tua të radhës, në një të ardhme ta për të largët nuk e di, shpresoj që dhe të bashkëpunojnë bashkë. Shpresoj që shama ma shpejt, se nuk banë edhe shumë me lonë e heshtje. Mendoj që në qoftë se nuk rejët hekur e sa është në zetë. Edhe unë jam i këti mendim. Faleminderit shumë që të komi erdhe sot në studio, edhe të uroj pushimet këndshme, uroj që të shijosh gjithë vitin dhe të shojmë në ekran sa më shpejt. Shpend shumë faleminderit, edhe ty të përgëzoj shumë për këtë punë të jashtëzakonshme që banë. Sinqerisht kanapej është nuk kanë fjalë. Faleminderit shumë që më erdhe. Je pak heps, po e bëjmë kështu
A më marrë edhe një kësi ka qeka ju? Merë edhe një ka qek nëse do, ne kemi marketing dhe kthehemi me mua në pjesën e dytë.